Ish-deputeti demokrat Ervin Saliani ka reaguar pas përjashtimeve të fundit në Partinë Demokratike duke theksuar se humbësit kanë përjashtuar fituesit. Saliani shpreh se frika nga gara nuk është leadership, duke shtuar se 2 këshilltarët në Durrës u përjashtuan sepse mbështesin garën. Humbësit duan të zgjedhin votuesit e tyre. Ky është deformimi i madh i sjelljes politike që ka sjell humbjet e njëpasnjëshme të opozitës. Në vend të kthehen tek themeli tek vota për të nisur rrugën e fitores, përjashtojnë demokratët. E pa imagjinueshme që në vitin 2026 ekziston leadership me këtë mundësi. Përjashtimi i kryetarit të grupit të këshilltarëve dhe sekretarit të degës Durrës, 2 kontributorë dhe sakrifikues prej vitesh në parti, tregon depresionin dhe frikën. Frika nga gara nuk është leadership. 2 këshilltarët në Durrës u përjashtuan sepse mbështesin një ide, garën. Kjo nuk është forcë, kjo është frikë. Partia Demokratike nuk është pronë private, është e demokratëve dhe demokratët nuk përjashtohen. Ata votojnë, ata zgjedhin, shkruan Saliani në rrjetet sociale. Partia Demokratike përjashtoi sot Dritan Burgjan dhe Arlind Boshkun, të cilët njihen si mbështetës të Ervin Salianit. Vendimi për largimin e tyre është firmosur nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka. Duket se Partia Demokratike ka nisur kështu pastrimet e anëtarëve, të cilët kanë mbështetur ish-deputetin Ervin Saliani, i cili doli kundër Berishës dhe ka zhvilluar disa foltore me demokratët në vend. Pas mbështetjes që i dhan Salianit me firmë të Flamur Nokës, u përjashtuan nga partia kryetari i grupit këshilltarëve në Këshillin Bashkiak të Durrësit, si edhe sekretari i degës. E pas këtij vendimi, grupi të këshilltarëve bashkiak i propozohet Ardian Muka si kandidat për kryetar